Ne kemi pasur rreth një vjet e gjysmë kur për ne pa të drejtë na janë mbyllur rastet e referuara si kallëzime penale. Me përkrahjen e IKD-s, për qoftë me sulmtim, po ashtu edhe për mes truezës dhe kontakte të tjera, po edhe misionit që është zhvilluar si follow-up i atij hulumtimi, është ngritur vetdia dhe tashmë ka ndryshuar çësia, qoftë e prokurorit po ashtu edhe gjyqtarëve, kemi reflektim pozitiv. Tashmë nuk mbyllen me arsyetimin që është kundërvajtje, edhe pse është vepër penale, mosdeklarimi i pasurisë, deklarimi i paplotë i pasurisë, do të kemi pasur një trend pozitiv. Kjo tregon që bashkëpunimi i institucioneve me shoqërinë civile mund të ketë rezultate të prekshme. I falenderojmë edhe IKD-n sepse ka kushtuar edhe resurse edhe kohë kësaj teme, duke na ndihmuar neve për ta zbatuar ligjin në plotëni. Ne tashmë kemi raste ku prokuria trajton në mënyrë krejt ndryshe se më parë rastet, do kjo tregon që puna edhe e agjencisë do të jetë tashmë në përputhje me ligjin, po kontributi i IKD-s si një nga institucionet kryesore të shoqërisë civile është tepër e rëndësishëm dhe mund të ndikojë pozitivisht në zbatim të ligjit.